Këshillit Drejtues, nderuar pjesëmarrës së Asamblesë Përgjithshme SHVK Fedi Invest. Është kënaqësi e veçantë që sot, pas diskutimeve tona rajonale, të ndajmë jo vetëm mendimin, por edhe vizionin e përbashkët. Asambleja jonë është një tribunë vërtet idesh, ku mendimi diskutohet me të gjithë hallkat për të urtuar më të mirën për anëtarët e Fedi Investit. Në rajonin tonë, fokusi kryesor ishte në një premismave më premtuese dhe me ndikim konkret në jetën e fermerëve shqiptar, që ishte qendra ABA dhe platforma ABA Online. Kjo si vjedhoi kërkesat të vazhdueshme nga fermerët për shërbimet financiare. ABA nuk është më thjesht një produkt, është një platformë kombëtare e dijes, të bashkëpunimit dhe zhvillimit rural, e krijuar me një vizion të qartë dhe mbështetur me përkushtim nga qeverisja e institucionit tonë. Ajo po rritet ditë ditës si një model efikas i mbështetjes reale për fermerët. Prandaj kemi dëshirë sot të ndajmë me të gjithë ju disa shifra që shërbejnë si frymëzim për punën tonë në të ardhmen. Më shumë se 22.000 anëtarë të regjistruar në ABA Online. Më shumë se 8.000 përdorues aktiv të kësaj platforme. Më shumë se 1 milion shikueshmëri në rrjetet sociale. Mbi 180 demonstrime dhe video praktike në terren me prezencë prej më shumë se 7.000 fermerë zonal. Rubrika Pyet ekspertin ka arritur të jetë zgjidhje për shumë fermerë, lidhur me problemet dhe marrëvajtjen e fermës. Në Berat, Lushnjë, Kavaj dhe Motej, ABA është tashmë një adresë e besueshme dhe praktike për çdo nevojë të fermerit. Por ne e dimë mirë që puna nuk ndalet këtu. Qëllimi ynë është që çdo fermer, çdo tregtar, çdo agropërpunues ta mbajë ABA-n si një mjet të vërtetë të përditshëm që jep zgjidhje dhe ndihmon që ai të rritet. Platforma ABA Online është faktor në zhvillimin e njohurive dhe kapaciteteve për të gjithë fermerët shqiptar dhe ne jemi krenarë e të motivuar për të vijur në rritjen e markës Fedi Invest dhe ABA. Të dashur miq, ABA është dëshmi se kur bashkojmë vizionin në përkushtimin, kur dëgjojmë nevojat reale dhe i kthejmë në zgjidhje konkrete, mund të ndërtojmë ndryshime të qëndrueshme. Kjo platformë është një organizëm i gjallë brenda Fedi Investit dhe do të vazhdojë të rritet, të inovojë dhe të frymëzojë gjithmonë në shërbim të fermerit shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen, për bashkëpunimin dhe në të gjitha për besimin në këtë rrugtim të përbashkët suksesit.